Një paketë integruar ndërhyrësh antipërmbytje janë parashikuar të investohen në lezhjet e këtij viti. Kjo paketë përfshin ndërhyrjen e prita malore, sistemimin e përrenjve, disiplinimin e ujrave, ndërtimin si dhe rikonstruksionin e urave. Mbi këtë rrjedhë ujore, në total vlera këtyre investimeve arrin rreth 84 milion lekë. Këtë ndërhyrje konsiderohet e nevojshme pasi janë dëmtuar ndër vite dhe përpasoj ishin kthyer në një bërim të përmbytjeve në disa zona. Puna ka nisur fillimisht në Kolsh, një nga zonat problematike ku dëmtimi i pritjes malore kishte bërë që ujrat të vërshonin drejt banesave dhe shkollës. Mungesa funksioni të saj kishte sjellë transportimin e inerteve të cilët bllokonin kanalet kulluese dhe përkeqësonin situatën, duke shkaktuar përmbytje të përsëritura. Ne jemi këtu në Kolsh ku ne po investojmë në emergjencat një prit malore, e cila neutralizon një situatë të rrezikshme, e cila agravoi për shkak të rreshjeve dhe ardhjes së prurë nga sipër dhe prurët pastaj shkoshin në shkollë dhe në rrezikoshin disa banesa. Kjo ndërhyrje është domosdoshme dhe ne pikërisht jemi këtu sot për pa punimet që po ecin me ritme të këndshme dhe mendoj se kemi zgjidhur një problem të rëndësishëm në këtë zonë për të parandaluar ngjarje të pakëndshme për shkak të rreshjeve. Këtë ndërhyrje do zbatohen disa zona problematike si Markatomaj, Kallmet, Blinisht dhe Zemen, ku ndër vite dëmtimi i strukturave mbrojtëse ka sjellë vërshimin e ujrave dhe inerteve drejt zonave të banuara dhe fushave, duke shkaktuar përmbytje dhe probleme të vazhdueshme për banorët.